Qeveria ka gjetur një mënyrë për të prokuruar kontratat publike të teknologjisë së informacionit pa tender përmes shoqërisë publike Albanian Digital Solution, e krijuar për të zëvendësuar akshin në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës digjitale të vendit. Një vendim i fundit i Këshillit të Ministrave krijon një monopol kombëtar në fushën e teknologjisë së informacionit, ku ADS nuk do të jetë detyruar të zhvillojë tendera publik, por do të caktojë vetë kostot dhe çmimet e shërbimeve. Sipas skemës, të gjitha institucionet shtetërore që kërkojnë sisteme të reja digjitale, mirëmbajtje apo përmirësime të sistemeve ekzistuese duhet i drejtohen fillimisht Akshit. Në bashkëpunim me institucionin kërkues, Akshi harton kërkesat teknike dhe funksionale, si dhe miraton termat e referencës. Pas kësaj, dokumentacioni i përcillet ADS-s për vlerësimin e realizimit të shërbimit. Brenda 10 ditëve, ADS vendos nëse e realizon apo jo projektin dhe më pas përcakton koston totale që institucionit duhet të paguajë, përfshirë edhe marzhin operacional. Vendimi i qeverisë i ndan shërbimet në 4 kategori dhe 4 nivele kompleksiteti, me marzhe nga 5 deri në 16%. Sipas modelit të parashikuar, ADS mund të bashkëpunojë me kompani private dhe mënyra e përzgjedhjes së tyre mbetet në diskrecionin e saj, pa garë apo tender. Po ashtu, aksionet e ADS-s mund të tregtohen dhe deri në 49% të tyre mund të zotërohen nga privat. Kjo krijon mundësinë që një privat të bëhet pjesë e një monopoli të tregut të teknologjisë së informacionit, duke përfituar miliarda para publike përmes ADS-s, pa tendera dhe pa kufizime ligjore.